fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne. Edhe pse Imat ka shërbyer për më shumë se 70 vjet, nëna ime rrallë herë ka folur në publik. Jepse dhe pas ndroi jetë, u lumturova shumë kur gjeta disa nga shënimet e saj. Ajo kishte shkruar një mesazh nga letra e dërguar romakëve, në kapitullin 12, vargu 1, ku apostulli Paul shkruan: Ju lutem pra o vëllezër, nëpërmjet dëmshurisë së Perëndis, ti paraqitni trupat tuaj si flitë gjallë, diçka e arsyeshme në dritën e gjithçkaje që Perëndia ka bërë për ne. Ajo kishte shkruar se janë trupat tanë ato që Perëndia kërkon, e jo thjesht mendjet tona. Ne duhet ja ofrojmë trupin ton Perëndisë që të përmbushim punën që ai na ka kërkuar të bëjmë. Shërbimi me mendje ndaj Zotit nuk e kryen punën. Ajo kishte shkruar se ndonjëherë kur njerëzit nuk kanë marrë pjesë personalisht në një ngjarje, thonë: Kam qenë me ty në frymë. Nuk ka frymëzim nga shumë frymra e nuk bëhet shumë vetëm e kaq, por fryma e shoqëruar nga trupi i bën shumë përshtypje Perëndisë. Është e lehtë ja paraqisim shpirtrat ata në Zotit. Ju nuk mund t'i shihni apo menaxhoni ato. Por paraqitja e trupit përpara Zotit kërkon kohë, kërkon përpjekje, disiplinë dhe jo egoizëm. Mbase Psalmi 103 dhe vargu 1 është mjaft i njohur për ju, në të thuhet: Beko shpirti im Zotin, dhe gjithçka që është në mua të bekoj emrin e tij. Dikur Imat thoshte se ndonjëherë i dukej sikur nuk donte ta bekonte Zotin. Në ato kohë me shaka, ai thoshte se detyronte shpirtin të shkonte në një cep. E i thoshte ta adhuronte Zotin, pavarësisht se si ndihej. Ndonjëherë, ne duhet të ushtrojmë të njëjtën disiplinë me trupat tanë. Një ditë, do dim se gjithçka që kemi bërë këtu në tokë për Zotin, ja ka vlejtur. Ndaj sot, merreni trupin tuaj, paraqiteni para Zotit për çfarë lloj qëllimi që ai ka, dhe këmbgulni që ai të bëj punën që Perëndia e ka thirrur të bëjë. Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.